Sëmundja që po I merr jetën një djaloshi shqiptar. Është një histori e trishtë dhe më falni nëse do t'ju bëj për të qartë. Por është një shoku ynë që gjendet këtu mes nesh. Dhe ato fjalë që ka shkruar, jo vetëm mua më kanë therrur, por unë jam I bindur që do t'ju prek edhe juve. Nuk e bëj këtë video që t'ju prek juve, absolutisht jo. Por dua që në radhë të parë t'ju informoj për sa I përket historisë në fjalë, por edhe të kuptoni se sa e brisht është mendja e njeriut dhe sa I brisht është njeriu. Ndaj më ndiqni me kujdes dhe kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Është një shoku ynë që është rritur nga një familje me norma, një familje shqiptare. Dhe janë vëlla e motër. Motra e tij është më e vogël. Ky është djali I vetëm, mashkull, por është më I madhi se motra. Dhe historia e tij fillon para disa viteve. Ai ka lindur në vitin 1990 dhe dëshironte si gjithë të tjerët që të lvizte ti të shkonte diku. Nuk ju I bë e mundur që të shkonte diku. Vetëm në vitin 2013, ishte 23 vjeç. Dhe në vitin 2013 erdhi në Itali. Dhe filloi të punonte në të zezë, sepse nuk mundej që të bënte dokumentat. Ndërkohë, prindrit e tij së bashku me motrën I lanë në Shqipëri. Nëna dhe babai kanë punuar punëtor të thjeshtë dhe nëna kishte disa probleme të vogla kur ai iku, por nuk ishin kaq të mëdha. Megjithatë, kaloi një vit. Ai me zor rrinte sepse donte që të kthehej në Shqipëri. Kaloi një vit e gjysmë. Nuk bëri as dokumenta sepse s'kishte mundësi, edhe pse I hodhi për dokumenta, por ishte pothuajse e pamundur. Nuk ka patur askënd këtu në Itali, vetëm disa shok. Një shok që mundua me të gjitha mënyrat që ta ndihmonte, aq sa mundi, vuri re që nuk ishte pothuajse e pamundur për të bërë dokumentat për punë. Pra po flasim nga vitet 2014-2015. Dhe mirë po kaloi një vit e gjysmë, pothuajse ishin mbushur 2 vjet dhe e therritën. E therritën dhe I thanë që duhet të vish urgjentisht. Ai e kuptoi që kishte ndodhur diçka e rëndë dhe iku, la çdo gjë që ishte, me fjalë la punën, kishte marrë një shtëpisë të vogël me qira në një qytet të vogël të Italisë dhe aty një grusht para që kishte hequr mjan, I mori dhe ato dhe u kthye në Shqipëri. Kur u kthye në Shqipëri, e priste jati. Dhe më falni, nuk do e ndërpres. Për herë të parë tha, pash lotët e babait tim. Dhe nuk ka gjë më të rëndë. Sepse nuk I kisha parë asnjëherë tha që të qante. Dhe tha që nëna tha kishte një problem. Nuk më tha aty për aty, tha, kur shkova në shtëpi, tha, kam hasur në një diçka, tha, që nuk ja uroj as armikut. Sepse kur u futa në shtëpi, tha, nëna ishte ulur në cep, tha, aty te ku ulesh gjithmonë, dhe ngriti vetëm kokën, tha, me ato duart e palosura përpara, dhe ndjes. Dhe nuk e njohu. Nuk e njohu sepse është një sëmundje e kohëve të fundit, që është një demencë e trurit, që në disa raste kap me njerë dhe është fulminant. Pra, ai ndonse I fliste, nën e përqafoi e tjerë, ajo nuk e njohu. Dhe nuk ka gjë më të rëndë se sa të takosh nënën tënde pas 2 vitesh dhe mos të njohë. Thash, nuk dua ta mbyll këtë video dhe ta filloj se e di që do ma ligjem prap sa herë që e kam lexuar dhe duhet të dini që e fillova 3 herë këtë video, kjo është hera e 4 dhe prap kështu që e di shumë mirë që do ma ligjem prap, të më falni. Dhe po thoshe që
Kështu tha e përcolla nënën time, tha, për 2 vjetë. 2 vjetë e gjysëm, sepse pas 2 vjetë e gjysëm, tha, ajo tha, derisa u shtrit dal nga dal në kravat, derisa nuk ndjente më, derisa edhe bënte çdo gjë, tha, pa vetdije. Dhe kështu tha e humba nënën time. Por gjëja më e keqe, tha, është që nuk munda ta përshëndesja që të më thoshte biri im dhe të më mbante mend. Dhe pas 2 vjetësh, tha, 2 vjetë e gjysëm, u ktheva prapë, tha, në Itali. Pasi nëna vdiq, i thash babit, nuk kam kurri, tha, sepse s'kishte as punë, as gjë në Shqipëri, dhe u kthy edhe një herë në Itali. Dhe shkoj tek ajo qytet që ishte më përpara. Mirë po, që nga viti, tha, 2016-2017, deri tani, tha, kam punuar si qenë. Dhe një gjë, tha, nuk dua gjë tjetër, tha, veç, tha, dua që atë që kam menduar gjithmonë jetën time, tha, do të dëshiroja që të isha gjithmonë i ndërgjegjshëm. I ndërgjegjshëm jetën time, i ndërgjegjshëm për çdo gjë. Dhe ajo që më dhëm më shumë, thot, që nuk munda që të krijoja një familje. Ashtu erdhen rrethanat dhe s'munda. Dhe ndjes vjet i kanë diagnostikuar të njëjtën sëmundje të nënës. E ndjej, thot ky, e ndjej, thot, që po humbas ndërgjegjen, dal nga dal. Jam 35 vjeç, thot, 36 vjeç, por ajo që dëshiroj, thot, sepse në qoftë se do kem fat, thot, nëna e tij vdiq 48 vjeçe. Kështu që në qoftë se do kem fat, thot, do jetoj edhe 10 vjet të tjera. Por në qoftë se nuk kam fat, thot, do iki dhe më përpara. Po fjalët e fundit ndjes. Drejt që e mori, e bëra 3 herë këtë video dhe prap kjo është ere 4 dhe nuk mundem ta mbaroj. Kështu që nuk po e mbyll, të më falni. Jam, thot, po thuaj për ditë, thot, i vë ato video, thot, që ti nxjerr, thot, për ditë, i vë me kufje, thot, tek veshi, dhe kur jam duke punuar, thot, i dëgjoj. I dëgjoj, thot, të paktën të më vritet veshi, thot, sepse kam mësuar shumë. Dhe shpresoj, thot, që me kalimin e kohës zëri yt, thot, dhe fytyrë zëri yt dhe fytyra jote, thot, të paktën më falni, të më mbroj. Sepse kur dëgjoj, thot, zëri yt, thot, që ndoshta sepse dëgjoj për ditë, thot, dhe të shikoj për ditë, është si ajo leva, thot, e Arkimedit që ti thua, thot, dhe më ndihmon, thot, që të eci përpara. Duke shpresuar, thot, që mos të humbas ndërgjegjen dhe mos të maj mend të asgjë. Dhe
e këshillova për disa vendet më prestigjioze në Itali. Mora në telefon disa shok, disa që njoh dhe një mjek, dhe shpresoj që të kem dhënë kontributin tim, por mendja e njeriut është gjithçka. Njeriu pa qenë i ndërgjegjshëm, në qoftë se do të, kam thënë njerë në një video, në qoftë se ty do të vjedhin mendjen, ose ta ndryshojnë atë, mendimin tënd, ti do ta kuptosh? Jo, kur, nuk mund ta kuptosh dot. Pra e njëjta gjë ndodh edhe në këto raste. Në një sëmundje të tillë, pra në këto sëmundje degenerative të trurit, është e pamundur që ti shpëtosh. Dhe ne shpresojmë që, sepse është djalë i ri mordre që mori. Djalë i ri. Ne shpresojmë që një ditë ta kaloj. Me gjithë shpirt ja uroj. Doja t'ja u tregoja sepse nëse ne punojmë gjithë ditën, harrojmë ata që kemi pranë, dhe kur vjen momenti me fjalë që nuk janë më, bëjmë të pamundur të themi, sikur ta kisha këtu përpara meje, ti thoshja këtë, të bëja këtë, etj. Mirë, po koha kalon. Dhe ne, pa e kuptuar, bëjmë gabime. Gabime sepse themi mos e aty është, do të takojmë. Dhe si ky shoku ynë për shembull që humbi nënën dhe nuk i tha do të lam të mirë, ose ta përqafonte, ashtu siç duhej. Doja t'ja u tregoja dhe për faktin tjetër që mendja është, përveç se shtylla ose themeli i njeriut, por është ajo që na bën të jetojmë jetën kështu siç e jetojmë. Kështu që unë them që duhet japim prioritet të madh. Nuk duhet ta neglizhojmë mënyrën e të ngrënit, mënyrën e të jetuarit, dhe njëkohësisht edhe terapi përpara se ato të ndodhin, sepse në momentin që ndodh është pak e vështirë që ta reduktosh. Por siç e kemi thënë për shembull me ato kurat me rozmarinën, me kura tjerë, rozmarina është ajo më natyrorja më e rëndësishmja, por edhe kurat të tjera. Megjithatë, unë doja ta diskutoja me ju. Faleminderit dhe më falni edhe një herë. Faleminderit që jemi bashkë dhe më falni nëse u mallëngjeva. Po e përsëris edhe një herë, nuk arrit dot që ta përfundoj këtë video deri në fund, dhe më në fund ja dolla, megjithatë të më falni. Natën e mirë, pres komentet tuaja. T'japim kurajo këtij djaloshit shqiptar, dhe një mesazh juaj, një koment juaj padyshim, edhe pse duket banal, do ta ndihmoj. Kalofshi bukur. Faleminderit.